Nesër edhe në Maqedoni fillon regjistrimi i popullsisë, një proces ky që gjithnjë është debatuar dhe shqiptarët nuk u kanë besuar shifrave zyrtare. Nënkryetari i Komisionit Shtetëror të Regjistrimit, Abdul Manaf Bexheti, ka dhënë dorëheqjen me që sipas tij nuk ekzistojnë as kushte minimale për zhvillimin e procesit. Ndërkohë autoritetet thonë se regjistrimi do të fillojë nesër në orën 8 të mëngjesit. Nga Shkupi njofton Isak Ramadani. Dorëheqja e parevokueshme nënkryetarit të Komisionit Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë, Abdul Manaf Bexheti, megjithse ka shkaktuar lëkundje brenda organeve të ngarkuara për regjistrimin dhe të faktor politik shqiptar, autoritetet nga ana tjetër janë të vendosura që ta zbatojnë procesin i cili duhet të fillojë nesër dhe të zgjasë për 2 javë. Zoti Bexheti përmes një deklarate me shkrime ka bërë të ditur vendimin e tij. Ai shkruan se ka ndështuar të gjitha përpjekjet për normalizimin e kushteve të regjistrimit në një standard minimal të nevojshëm për zhvillimin e procesit. Ai thekson më tej mungesën e përgatitjeve teknike dhe organizative brenda organeve përkatëse për menaxhimin e regjistrimit, ndërkohë që nuk thellohet në hollësi të tjera që e kanë detyruar të japë dorëheqjen. Gjithësia është më mirë në fillim. Dhe më e vogël do ishte sigurisht në kushte ku të pranohet se sa mandej ex post. Mendoj se pasojat në ex post do të ishin më të mëdha, prandaj u detyrova unë që të bëhem një farë mënyrë zëdhënës i këtyre rrethanave, spaku opinionit publik, por edhe kompetentëve dhe gjitha instancave t'ju bëjmë dije se realiteti është kjo. Vendimi i tij ka hasur në mbështetjen e Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës, e cila e vlerëson si një veprim të përgjegjshëm. Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet ndërkohë shikon këtë si një gjendje të re të krijuar, ndërsa pritet që të prononcohet brenda ditës. Qeveria dhe partitë maqedonase nuk kanë komentuar në lidhje me zhvillimet rreth regjistrimit. Kurse Blagica Novkovska, entit shtetëror të statistikave, u ka thënë mjeteve të informimit se gjithçka është bërë gati për fillimin e regjistrimit. Ajo ka pohuar se sot po shpërndahen materialet e regjistrimit dhe se po bëhet trajnimi i duhur i regjistruesve. Por në terren nuk duket kështu. Në punës të administratës shtetërore thonë se sot e kanë kuptuar që janë futur në listat e entit si regjistrues dhe se nuk kanë ndjekur asnjë lloj trajnimi për procesin. Në komunën e Çajirit në Shkup nuk janë pranuar materialet për shkak se shumica ka qenë vetëm në gjuhën maqedone. Enti ka caktuar rreth 20.000 regjistrues, prej tyre rreth 4.000 janë shqiptarë të cilët do të shpërndahen kudo nëpër Maqedoni për të bërë regjistrimin e banorëve dhe amvisrive. Sot një pjesë e vëzhguesve të Eurostatit, organi i Komisionit Evropian që merret me të dhëna statistikore, mbërrin në Shkup. Shqiptarët, sidomos por dhe pakica turke, nuk u kanë besuar shifrave zyrtare në të kaluarën. Shqiptarët në regjistrimin e fundit të vitit 2002 kanë dalë 25.1%, ndërsa pretendojnë se përbëjnë mbi 30% të popullsisë në Maqedoni. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.